5 sisteme kanë me përjetu njerëzimi dhe në ditën e kiametit. Pas sistemit 5 ka hesht pejgamberi Allahut, si transmeton Hudhaifa ibn Yaman. Sistemi parë, thot pejgamberi Allahut, do të qëndroje çështja e pejgamberllëkut, pra profecia do të mbijetoje derisa don Allahu, pastaj do të mbaron. Pra do të vdes pejgamberi Allahut. Pas asaj tha periudha e ditë, tha do të vinë khulefat të cilët e hecin metodologjinë e pejgamberit Allahut. Me një hadith tha kjo do të zgjatë 30 vite dhe kështu vëllezër të ndershëm ndodhi. Ebu Bekr Siddiku afërsisht 2 vite, Omer ibn Khattabi 10 vite, Uthman ibn Affani 12 vite, Ali ibn Abi Talib 6 vite, apo 5 vite 6 muaj dhe i përfundoi dhe i përmbylli djali i tij Hasani me 6 muaj pasi ja dorëzoi Muavijes. Pastaj periudha e tretë të pejgamberit Allahut, mbretëria e imponuar. Mbretëria e imponuar, që do të thotë vëllezër të ndershëm, trashëgimia i lihet fëmijëve. Do të vinë sultanat që me vdekjen e tyre do t'i trashëgon udhëheqën fëmijët e tyre. Dhe kjo ka ndodhur ende ndodh disa vende vëllezër të ndershëm në formulim të sipër. E 4 periudhë tha pastaj pejgamberi Allahut, pastaj do të vjen mbretëria qeverisja diktatore, qeverisja tiranik, ajo e cila ban zullum pa drejtësi. Dhe tha pejgamberi Allahut në çdo për këto etapa, tha do të qëndrojnë sa don Allahu, jo sa dojnë ato. Mi vetë ato sa dojmë edhe mas vdekjes sonë si kur në kohën e Sulejmanit. Mirë po ato nuk mundet me qëndru sa dojnë ato, po do të qëndrojnë sa don Allahu Azza wa Jall. Tha pastaj Allahu do të ngrit, edhe tha pastaj pejgamberi Allahut tha do të vjen khilafeti. Dhe asnjë sistem dhe asnjë periudhë nuk e ka përmend pejgamberi Allahut khilafet përveç se në akhir zaman dhe në kohën e Abu Bekr Siddiqut, Omerit dhe Uthmanit dhe Aliut. Pastaj do të vjen khilafeti në metodologjinë e pejgamberit Allahut, pastaj heshti pejgamberi Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, ajo e cila neve na pret para asaj që jemi vëllezër të ndershëm, është faqja e khilafetit, dhe unë mendoj se kjo do ndodhe para ardhjes së Mehdiut të madh. Pra do të shpallën 6 khalife para ardhjes me Mehdiut të madh. Nga se periudha e parë është çlirimi i Kucit, dëbimi i çifutëve dhe gjithashtu shpallja e khilafetit në veçanti në tokat e Shamit apo në vendet tjera, siç ka ardhur në pejgamberi Allahut se do të ketë khilafet në Sham, do të ketë khilafet në Irak, do të ketë khilafet në Yemen dhe do të ketë khilafet në Lindje. Dhe shumë hadithe që flasin këtë tematikë vëllezër të ndershëm, dhe unë e mirëpres dhe mendoj se kjo inshallah ka me ndodh mes 7 dhe 9 vite. Ndërsa çlirimi i Kucit ende unë s'po e ke dorë se mrena 2 viteve inshallah kemi me pa diçka që na ka me na gëzu sinin. Allahu Azza wa Jall dhe Allahu Azza wa Jall ka më ngritën njerëz besnik që kanë qenë me Allahun e tyre, dhe Allahu ka më imposhtë tradhtar të cilët tradhtuan çështjen e dinit Allahut dhe i tradhtuan muslimanët dhe ato të cilët vetëm ndendruan publik dhe i pan fëmijët dhe gratë të masakruar dhe as nuk e preki as thellësia e zemrës, dhe ata që i harruan edhe në dua dhe lutje vëllezërit dhe motrat e tyre vëllezër të ndershëm.